një fakt që nuk ka qenë publik në Kosovë për një takim të gjatë të kryeministit Kurti me presidentin Vučić dhe tha se ka edhe nxizime, transkripte nga ajo bisedë, të cilat do të publikohen gjatë ditëve në vend. Dhe publikimi i materialeve të tilla do të nisë me fillimin e fushatës, e cila do të ndodhë pas 10 ditëve të ardhshme. Pra mund të themi që do të kemi një fushat për 7 qershorin me luftë, deklaratash për Serbinë, Aleksandar Vučić, kush u takua me kë dhe pse s'ka bërë transparence. Edhe Vjosa Osmani akuzohet për një takim në New York, mos gaboj unë, me ish të dërguarin e posaçëm të presidentit amerikan Grenell, edhe përfaqësuesit e Serbisë, Gjurićin. Po, vazhdimisht përmendet një fotografi e tillë e Vjosa Osmanit me Gjurićin, Grenellin, Lajçakun, edhe vazhdimisht është akuzuar se është takuar me zyrtarët serb, duke lidhur edhe me cilët ndërlidhen edhe me zhvillimet në veri, me rastin e Banjskës e të tjerë. Mirë po se ka pasur takime edhe me Kurtit, po edhe biseda cilat kanë dalë në publik nga zyrtarët e vetëvendosjes edhe me Radojčićin. Kjo është një fakt, mirë po problemi është se këtu gjithçka ndërlidhet me Serbinë dhe me strukturat paralele të Serbisë në Kosovë, duke tentuar që oponentët politik t'i akuzojnë me qëllim që të përfitojnë sa më shumë vota në këto zgjedhje. Lëvizja vetëvendosje tashmë në zgjedhjet e 7 qershorit nuk e ka votën e madhe të diasporës, themi që e pat më 28 dhjetor, dhe në 28 dhjetor nuk e kishte as kundërshtare Vjosa Osmanin. Tashmë situata nuk është në favor të tyre, diaspora nuk do të vijë masovikisht siç erdhi më 28 dhjetor, dhe Lidhja Demokratike do ta ketë Vjosa Osmanin si barse të listës, e cila pretendon se do t'i arrijë votat në këto zgjedhje, dhe natyrisht votat e LDK-s kanë shkuar në lëvizjen vetëvendosje kur edhe ajo pati rritjen e madhe në vitin 2021. Tash çdo kthim i votave nga vetëvendosja në LDK padyshim se e dëmton edhe lëvizjen vetëvendosje. Dhe gjithë historia vërtitet te rikthimi i Vjosa Osmanit. Si e lexove listën e kandidatëve për deputet me 110 emra, sidomos edhe pas gërshetimit të njerëzve të Vjosa Osmanit, a u bashkua vërtet LDK-ja, apo nuk është bashkuar ende, nuk është mbushur ende treni, le të themi, vagoni fundit? Themi se ka pakënaqësi të mëdha edhe brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, bëhet fjalë për ish-kryeministrin Abdullah Hoti dhe ish-ministren Hikmete Bajramit, të cilat janë pozicionuar në 10-ën e dytë të këtij subjekti politik, numër 11-12, ndërsa disa bashkëpunëtor të Vjosa Osmanit tashmë janë në 10-ën e parë. Ishte edhe një tentim për bashkim kthimin e ish-kryetarit të PD-s Agim Veliut, mirë po ai refuzoi që të marrë pjesë në si kandidat, duke shprehur pakënaqësitë e tij me zhvillimet brenda kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në përgjithësi, themi se nuk kishte ndonjë risi në këto lista, as në listën e lëvizjes vetëvendosje. Edhe në këto zgjedhje do të kemi kandidatë cilat kanë edhe akt akuza për korrupsion, të cilat dyshohen nga prokuroria për afera të ndryshme korruptive. Kemi një imam nga Drenica që është pjesë e listës së lëvizjes vetëvendosje, i cili dihet qasja e tij ndaj kodit civil, dhe në anën tjetër lëvizja vetëvendosje dhe Albin Kurti në të kaluarën kishin tentuar ta miratojnë këtë ligj, për të cilin ka dhe mospajtime të tjera të brendshme brenda lëvizjes vetëvendosje. Edhe në PDK nuk është se kishte ndonjë risi, dhe kjo rasti i fundit padyshim se mendoj se do ta dëmtoj Partinë Demokratike të Kosovës, e cila kishte rastin që të shtoj votën këto zgjedhje nëse do të bashkohej edhe Fatmir Limaj në listën e tyre zgjedhore. Po, se e kam bërë këtë pyetje këto ditë, në LDK pranohet falja, siç ndodhi me Vjosa Osmanin, që u pranua me rikthimin e saj. Çfarë ndodh në PDK që nuk e falin Limaj, nuk e falën as në zgjedhjet e 28 dhjetorit, as për një bashkëpunim tashmë në zgjedhjet e 7 qershorit, dhe
partia Nisma e tij ka të paktën mos gaboj mbi 40.000 vota që mori në zgjedhjet e fundit. Jo, në zgjedhjet e fundit realisht kishte shumë më pak vota, mirë po ka janë themi dikon rreth 15.000 vota që llogaritet se Fatmi Limaj do t'ia sillte Partisë Demokratike të Kosovës, mirë po me kthimin e tij nuk u pajtua një pjesë e madhe e kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, të cilat refuzuan ta kthenin për shkak të inateve të mëparshme, për shkak se Fatmi Limaj iku nga PDK dhe krijoi një subjekt politik, pastaj tentoi një bashkim me Aleancën për Armërinë e Kosovës dhe pas zgjedhjeve me 3 deputetët e tij filloi të negociante me Albin Kurtin. Nuk kishte siguri se Limaj, edhe nëse do të bëhej pjesë e listës së PDK-s, pas zgjedhjeve do të qëndronte besnik Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe nuk mendoj se do të ketë një bashkim të tillë pa kthimin e liderëve të PDK-s nga Haga, rastit në Thaçi dhe Veseli, dhe një kthim i tyre mund ta bashkonte Limajin me PDK-n. Në këtë situatë përflitet kështu se Limaj gjatë fushatës do të dalë që ta orientojë elektoratin e tij për ta votuar Partinë Demokratike të Kosovës, pavarësisht se të njëjtët nuk e pranuan në listë zgjedhore. Ndërkohë, Ramush Haradinaj në ra në sy që nuk është padyshim kandidati i AK-s për kryeministër në këto zgjedhje, por është edhe i 11-i mos gaboj unë në listën e AK-s për zgjedhjet e 7 qershorit, po paralajmëron edhe mos të qeni deputet ndoshta apo Jo, te rastit e Ramush Haradinajt nuk është në pyetje pozicioni në listë, edhe po të ishte i 99-i, padyshim se do të votohej, po. Do të bëhet pjesë e Kuvendit të Ri të Kosovës. Haradinaj identifikohet me Aleancën për Armërinë e Kosovës për kontributin e madh që ka dhënë luftë për pozitat e larta që ka pasur në institucionet e shtetit. Unë nuk kam asnjë dilemë se AK-ja do ta kalojë pragun zgjedhor, i cili është shumë i lartë, realisht themi 5%. Mirë po nuk është se do të ketë ndonjë rritje të madhe të votës krahasim me zgjedhjet e fundit. Nëse do të arriti me 6 apo 7 deputet, atëherë do të jetë një fitore solide për AK-n. Ndërkohë, fushata, edhe pse nuk ka nisur zyrtarisht, takimet kanë nisur, do të jetë e shkurtër, se këtu në Shqipëri ne kemi mësuar të kemi fushatat shumë të gjata. Ju në Kosovë e keni shumë mirë. 10 ditore mos gaboj është fushata zyrtare. Po, është 10 ditore dhe do të filloj me 27 apo 28 këtij muaji, do të zgjas 10 ditë. Mirë po, asnjëherë nuk ndodh që të respektojmë këto afatet. Fushata tashmë ka filluar, kur jemi edhe 3 javë para zgjedhjeve, liderët e subjekteve politike kanë nisur takimet. Është rasti i Vjosa Osmanit dhe Lumir Avdigjikut që çdo ditë shfaqen në tubime të ndryshme në komunat e Kosovës. Njëjtë po veprojnë në subjekte tjera politike, mirë po prej javës së ardhshme do të shohim një intensifikim të fushatës, do të shohim premtime